Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Më 1983, ultramaratona australiane ishte një garë vrapimi raskapitse prej 875 km nga Sydney në Melbourne. Dhe në këtë garë të veçantë u shfaqi një garues shumë i çuditshëm, që të gjithë ishin profesionistë shumë të trajnuar dhe të sponsorizuar, por ky pjesëmarrës i veçantë, një njeri me emrin Cliff Young, ishte një fermer 61 vjeçar. Ndryshe nga të tjerët që kishin veshur atlete profesionale vrapimi dhe veshje të bukura atletike me logo sponsorësh, Cliff Youngu veshi një bluzë të bardhë të lirshme e cila i varej gjithandej. Në këmbë ai kishte veshur një palë galloshe dhe në kokë kishte vënë një kapele bejsbolli me streh kundër diellit. Zyrtarët e garës menduan se ishte një shaka, ata filluan të qeshin se mendonin se po i vinte në lojë ky njeri. Por Cliffi e kishte shumë seriozisht dhe ishte gati për të vrapuar. Emri i tij u pranua në garë dhe në bluzën e varur dikush i vendosi një numër. Dhe dyshimet për Cliffin vazhduan edhe ndërsa vrapuesit u rreshtuan për të filluar. Vërtet do të konkuronte ky burr plak kundër këtyre atletëve të ri të stërvitur dhe me trup të skalitur? Disa ende mendonin se ishte një shaka, të tjerët nuk ishin as sigur se çfarë duhet mendonin. Disa menduan se mbase ishte pak i lajthitur ose në fazat e para të Alzheimerit dhe filluan të bërtisnin fyrje ndaj tij, disa madje edhe u tallën. Kur qelloi arma e fillimit të garës, vrapuesit u nisën dhe turma qeshi me kontrastin mes konkurrentëve të rinj që vraponin me hapa të mëdhenj dhe disiplinuar dhe me Cliffin që i tërishte këmbëzvarr. E po 5 ditë, 14 orë dhe 4 minuta më pas, askush nuk po qeshte më. Cliff Youngu e kaloi finishin në Melbourne gati 10 orë më shpejt se garuesi i vendit të dytë. Shtypi i mahnitur u përul masivisht para tij. Si arriti ky fermer 60 vjeçar të përmbushte një vrapim kaq spektakolar? Kur bën kërkimet, 2 gjëra dolën në pas. Së pari, ai ishte një bari i cili ishte shumë i varfërt, kishte një kal, prandaj shpesh kujdesej i vetëm për gjithë tufën e deleve, duke vrapuar ditë dhe natë. Dhe së dyti, ai nuk e dinte që vrapuesit e ultramaratonës ndalonin gjatë natës për të fjetur, prandaj e përshkroi me vrap gjithë ato distancë pa fjetur. Ai kishte qëndrueshmëri. Ai vazhdoi të ecte përpara dhe kur konkurrentët e tjerë çlodheshin pas vrapimit, ai vazhdoi përpara pavarësisht raskapitjes. Ai ishte përqendruar te qëllimi dhe asgjë tjetër nuk ishte rëndësi. Ai vrapoi pa ndaluar që nga fillimi e deri në fund. Kjo veçori e qëndrueshmërisë është me pakic në ditët e sotme, keni vënë re? A e dini që jetëgjatësia mesatare e një pastori në një kishë të caktuar në kulturën e sotme është më pak se 2 vjet? A dini se çfarë ndodh? Pastorët shkojnë në kishë dhe sapo përballen me problemin më të vogël, mbledhin gjërat dhe largohen. Predikimet që kanë përgatitur për një kishë shkojnë dhe i japin në një kishë tjetër. Pikërisht kjo po ndodh dhe sigurisht kështu është e pamundur të ndërtosh diçka, është e pamundur të sjellësh një ndikim nëse e bën këtë gjë. Por apostulli Pjetër na jep një listë me cilësi që ne duhet i ndërtojmë në jetën tonë. Perëndia na ka dhënë çdo gjë që na nevojitet për jetën në perëndishmëri. Ai na ka dhënë fuqinë e tij. Ai ka siguruar për ne dhe të gjitha këto vijnë përmes premtimeve në fjalën e Perëndisë. Nga këto premtime të mëdha dhe shumë të çmuara që kemi në Bibël. Pastaj Pjetri na thot, sapo ti merrni këto bekime të mrekullueshme nga Perëndia, këto dhurata që ai ka për ju, është përgjegjësia juaj që ti zhvilloni ato. Ju duhet i merrni dhuntit që Perëndia ju jep, por mos i mbani në kuti, jo vetëm ti admironi, por duhet i merrni dhe ti zhvilloni në jetën tuaj dhe pastaj na bën një listë me këto dhunti na thot. Ti shtoni besimit tuaj virtytin, dhe virtytit ti shtoni diturin, dituris ti shtoni vetë kontrolin, dhe në fund vetë kontrolit ti shtoni qëndresën. Fjala qëndres është vërtet fjalë interesante. Ka kuptimin të përballosh një forcë që ushtrohet mbi ty, por vetë kjo fjalë është çelësi për ta kuptuar.
vjen nga fjala qëndroj. Dhe ne e dim se çfarë do thotë të qëndrosh fort, pra të qëndrosh fort do thotë të kalosh diçka të rënd. Të qëndrosh fort ndaj diçkaje deri në fund, të këmbë ngulësh, ti te i kalosh vështirësitë. Dhe të gjithë e dinë që në jetën e gjithë secilit prej nesh ka gjëra që janë të tilla. Të gjithë përballemi me vështirësia, nuk është e vërtet? Qëndrueshmëria është ajo që Perëndia e përdor në jetën tonë për të shndruar përvojat e hidhura në mundësi. Na jep mundësinë që të përfundojmë atë që kemi nisur, që të durojmë dhimbjen dhe pikëllimin, që të përpiqemi derisa të përmbushim gjërat që janë të vështira dhe që të tregojmë hirin e Perëndisë gjatë periudhave të vështira të jetës, të i kalojmë vështirësitë. Eugene Peterson ka shkruar: qëndrueshmëri nuk do të thotë të dorëzohesh apo të durosh gjërat ashtu siç janë, të qëndrosh në të njëjtin shteg vit pas viti dhe të bësh rrugic ku njerëzit të fshihin këmbët. Qëndresa nuk është të mbash fort diku i dëshpëruar, por një udhëtim nga forca në forcë. Qëndrueshmëria është ngadhnjimtare, qëndresa është e gjallë. Qëndres nuk është të thuash apo besoj se do të më duhet ta tejkaloj plotësisht këtë. Do të thotë të tejkalosh vështirësitë me duart ngritura lart në fitore, edhe pse po ecën në limite. Amen. Prandaj le të fillojmë të flasim pak për forcën e qëndrueshmërisë. Tek Luka 8, Jezusi na tregon një shëmbulltyr për 4 llojet e ndryshme të tokës. Një mbjellës doli për të mbjellë farën e tij. Jezusi na thotë se një pjesë e farës ra në një tokë të mirë dhe mbiu. Sigurisht Jezusi po fliste për zemrat tona, për njerëzit që përqafojnë ungjillin, për njerëzit që dëgjojnë mesazhin. Fara e fjalës së Perëndisë bie në zemrat tona. Vini re se si e shpreh, ai na thot: por pjesa që ra në tokë të mirë janë ata që pasi e dëgjuan fjalën, e ruajnë në zemër, të ndershme dhe të mirë dhe japin fryt me qëndrueshmëri. Qëndrueshmëria gjithmonë ka qenë pjesë e planit Perëndis për jetën tonë. Ai kërkon që të na mësoj, që të mos jemi njerëz që heqin dorë, që të mos jemi njerëz që largohen kur gjërat vështirësohen. Pikërisht gjatë procesit të qëndrueshmërisë ne ndërtojmë muskujt tanë shpirtëror. Është njësoj si në palestër, kur ngrem pesha dhe trupi fillon të na dhëmë dhe ndihemi keq, por muskujt ndërtohen dhe forcohen duke vazhduar stërvitje në mënyrë që gjatë këtij procesi ne të bëhemi gjithnjë e më të fortë. Byron Janis, një pianist koncertesh i klasit botror, ka luajtur me orkestrat më të mira në botë dhe ka nxjerrë shumë albume. Nuk do të habitesh as pak nëse do të mësoja se ndonjëherë ai ka luajtur dhe në këtë ndërtesë. Që i vogël ai studioi me mësuesit më të mirë. Praktikohej çdo ditë për shumë orë dhe sa herë që luante, publiku mrekullohej nga jeshia dhe shkatësia e gishtave të tij, ndërsa ata fluturonin përgjatë tastierës dhe sillnin në jetë pjesët më të vështira të repertoreve klasike botrore. Në vitin 1975, në kulmin e karrierës së tij, Janis vuri re një ngurtësi të lehtë në gishtat e tij. Pas shumë kontrollesh, doktorët i dhanë atij diagnozën shkatërrimtare. Ai kishte një lloj të rëndë të artritit psoriatik në të dyja duart dhe kyçet e tij. Prognoza ishte e zymt. Gishtat e tij do të bëheshin të ngurtë si druri dhe ai do të gjymtohej shumë rënd. Kur artriti i ngurtësoi artikulacionet e gishtave të tij, dukej se karriera e tij kishte marrë fund. Byron Janis ishte i vendosur që ta luftonte këtë. Pa ia zbuluar publikut sëmundjen e tij, ai kaloi orë të gjata duke e përshtatur teknikën e luajtjes në piano me realitetin e ri. Ai u mbështet në mjekimet e rregullta tek akupunktura, ultratingujt, madje provoi edhe hipnozën për të përballuar dhimbjen. Bashkëshortja e tij, Maria, që është vajza e aktorit të famshëm Gary Cooper, mësoi dhe zbatonte teknikën e mesazheve terapeutike për të ripërtërir për kulshmëri në artikulacionet e tij. Tani dëgjoni ç'ndodhi. Janis i vazhdoi të luante në piano edhe për 12 vjet të tjera. Pavarësisht shumë operacioneve të tjera në duar, ai vazhdoi të luante në piano dhe filloi të mblidhte fonde për fondacionin kundër artritit. Për mposhtjen e sprovës së tij më të madhe, ai ia jep meritat e tij, besimit, shpresës dhe këmbguljes, siç e thot dhe vet. Unë vërtet kam artrit, por artriti nuk më ka mua. Tani siç e dini, në këtë botë përballemi me shumë sfida dhe vuajtje dhe le të shohim nëse bini dakord. Jo të gjitha këto largohen kur ne bëhemi të krishterë. Por lajmi i mirë është se qëndrueshmëria mund t'i transformojë në bekime mallkimet tona. Më lejoni t'ju tregoj se çfarë ndodh kur kemi qëndrueshmëri. Së pari, qëndrueshmëria prodhon besim. Na mëson që të besojmë.
Mbase shembullin më të mirë për këtë e kemi në Dhjatën e Vjetër. Të gjithë e dim historinë e njeriut që ka vuajtur më shumë. Ai quhet Job. Dhe shumicën e jetës Jobi kishte qenë një njeri i perëndishëm dhe shembullor, me pasuri të bollshme dhe një familje të madhe. Një ditë, që do të ishte dita më e keqe për çdo njeri në jetën e tij. Një ditë gjithçka ndryshoi. Satani e shënjestroi Jobin për ta sulmuar dhe gjatë një serie të paimagjinueshme fatkeqësish, të gjitha brenda një dite, Satani i shkatroi pasurinë, i mori të gjithë shërbëtorët dhe i vrau të gjithë fëmijët. Të gjitha këto në një ditë. Më pas djalli e goditi Jobin me një smundje të dhimbshme dhe shpërfytyruese, dhe Jobi u katandis duke u zvarritur në hi, dhe Biblia na thot diçka të rëndë. Jobi mori një copë balte për të kruar dhe rinte ulur në mes të hirit. Miqtë e tij i shkuan për të analizuar problemet e tij, por ata i bën më shumë keq se sa mirë. Por Jobi nuk u dorëzua kurrë. Ai e ruajti besimin e tij te Perëndia. Në fund të librit Perëndia u shfaq në një shakullinë e re dhe riktheu Jobin në një bekim të pakrahasueshëm. Biblia na thot se Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para. Jobi mësoi se Perëndia është aq i madh sa të kontrollojë çdo aspekt të universit, është aq i madh sa të drejtojë shtegun e njerëzve të tij, dhe Jobi rrëfen këtë në fund të historisë. Ai thot e pranoj që mund të bësh gjithçka dhe që asnjë nga planet e tua nuk mund të pengohet. Ai mësoi që ti besonte Perëndisë edhe në mes të një periudhe të vështirë në jetën e tij, dhe fakti që Perëndia e shpërbleu atë për qëndrueshmërinë e tij ishte si ajo qershia mbi tort. Jobi mësoi ti besonte Perëndisë. Si mësojmë që ti besojmë Perëndisë? A mund të mësoni ti besoni Perëndisë në kohë të begata? Besoj se mundeni, por nuk është e lehtë. Sepse në kohë të begata zakonisht meritat ja japim vetes. Apo jo? Unë po eci mirë tani, jam shkëlqyer, shiko sa kam arritur. Por kur ne kalojmë kohë që janë të vështira, e nuk na ka mbetur askush për të fajsuar, krejt pa pritur kuptojmë se Perëndia është ende me ne dhe na ka ndihmuar. Pastaj dalim nga ajo situatë dhe mësojmë se Perëndia të cilit i shërbejmë është një Perëndi që është i denjë për besimin tonë. Amen. 20 vjet më parë u smura me kancer. Në fakt kanë qenë 2 periudha të tilla. Isha me kancer për një farë kohë, bëra kemioterapi, por kanceri u rikthye. Dhe kisha një onkolog shumë agresiv që thoshte diçka, nuk do ta harroj kurrë atë që më ka thënë, duhet ta bombardojmë këtë. Dhe ai bëri një transplant të qelizave staminale dhe kjo e vrau sëmundjen dhe për pak kohë e kisha të pamundur të shërbeja në kish. Ishte shumë e sikletshme për mua, nuk më pëlqejnë të diellat kur nuk predikoj sepse kjo është ajo që kam bërë gjithë jetën. Dhe fillova të mendoja çfarë do të them unë kur të kthehem. Kam qenë i shkëputur gjithë këto javë, të gjithë e dinë se çfarë kam kaluar, njerëzit janë lutur për mua, Perëndia më ri për të riu. Prandaj çfarë duhet të them kur të ngjitem në foltore, çfarë do të them për herë të parë? Dhe e mbaj mend që ka qenë një çast emocional dhe kori nuk më ndihmoi as pak me këtë. Ata kënduan një këngë që e kisha dëgjuar për herë të parë nga kori i Tabernakullit të Brooklynit. Ishte një këngë plot emocione. Isha ulur në vend të parë dhe mezi po i mbaja lotët, por ishte koha që duhet fisja, prandaj u ngrita. Eca drejt foltores dhe ja çfarë thash. Perëndia mjafton. Perëndia mjafton, thuajeni bashkë me mua. Perëndia mjafton. Po. E dini kur e mësoni që Perëndia mjafton? Kur çdo gjë që ju keni nuk mjafton dhe ju duhet të shihni drejt Perëndisë dhe të zbuloni që Perëndia mjafton. Qëndrueshmëria do t'ju mësoj se Perëndia mjafton. E dini se çfarë mësoi Jobi? Jobi thot kam dëgjuar për ty me veshtë e mi, por tani Perëndi, unë të kam parë me sytë e mi. Unë e di që ti je i vërtet. Pra, qëndrueshmëria është gatishmëria për të pritur në Perëndin, të vëmë në zbatim hirin e tij në vështirësitë tona, dhe ndërsa presim ne ecim përpara. Nuk është e lehtë ta mësosh këtë, por çlirimi që sjell ky mësim është një nga ngushëllimet më të mëdha. Qëndrueshmëria prodhon besim. E kuptuat? Numri 2. Qëndrueshmëria prodhon transformim. Forca e dytë që futet në jetën tonë përmes qëndrueshmërisë përfshin edhe transformimin e karakterit tonë. Kur ne shtyjmë përpara gjatë rrugës, ne mësojmë shumë. Në fakt, si te letra e Romakëve dhe Jakobit, Biblia na mëson se qëndrueshmëria është zemra e pjekurisë. Romakëve 5, 3 dhe 4 na thotë që të gëzohemi në vuajtjet tona, më dëgjoni pak, sepse duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbguljen, këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën. Në librin e Jakobit lexojmë këto fjalë: ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell
qëndrueshmëri. Dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur që ju të jeni të përsosur dhe të plot, pa asnjë tëmet. Në këto dy pasazhe kyçe, Biblia na mëson se rruga për të mësuar qëndrueshmërinë kalon përmes vuajtjeve, sprovave dhe vështirësive. Prandaj kur ne ruajmë besimin ton te Perëndia, pavarësisht vështirësive apo fatkeqësive, ne nuk ngrem flamurin e bardhë kur gjërat vështirësohen. Dhe kur ne nuk e bëjmë këtë, kjo prodhon në ne forcën e bindjes, të cilën te Romakëve 5 pali e barazon me karakterin dhe pjekurinë. Prandaj, kur ju kaloni gjërat vështira, mbase jo gjithmonë mund ta përdorni pyetjen pse. Mbase duhet përdorni pyetjen çfarë? Zot, çfarë po përpiqesh të më mësosh gjatë kësaj kohe? Çfarë kam nevojë që të mësoj në këtë kohë që nuk mund ta mësoj në asnjë mënyrë tjetër? Për gjatë viteve statistikat kanë vërtetuar se begatia nuk është një mësuese e mirë. Begatia nuk është një mësuese e mirë, por vuajtja është një mësuese e mirë. Për çdo njeri i cili mëson diçka përmes begatisë, ka 100 të tjerë që mësojnë diçka më të mirë përmes vuajtjeve. Vuajtja është lejmitari i Perëndisë për të na ndihmuar që të jemi njerëz më të mirë. Shkrimtari Chris Tigrin ka shkruar: "Përparimet teknologjike i kanë bërë udhëtimet, komunikimin dhe punët e përditshme shumë efikase për sa i përket kohës, nëse jo të menjëhershme, dhe rezultati i kësaj është se nuk trajnohemi në qëndrueshmëri. Nuk jemi të mësuar ndaj dhimbjes që nuk gjen lehtësim dhe problemeve që nuk mund të rregullohen. Por kur këto vinë, ne dërgojmë pyetje të gjitha gati me të njëjtën pritshmëri, sikur të shtypnim butonin e një mikrovale. Mendoj se do duhen vetëm disa sekonda dhe japim fund, por zakonisht Perëndia nuk punon kështu. Ai është i detajuar dhe i saktë, dhe ai nuk ngutet. Kur ai na sprovon përmes zjarrit, ashtu si Jobin, asgjë nuk mund na shpëtojë nga kjo. Koha nuk mund të shkurtohet dhe rritja jon nuk mund të vijë më shpejt. Ne na duhet që të mësojmë qëndrueshmërinë përmes zjarrit." Pastaj vazhdon: "Askush nuk është bërë kurrë një dishepull i vërtet pa qëndrueshmërinë. Mësojeni qëndrueshmërinë. Mësoni të vazhdoni përpara. Mos hiqni dorë kur gjërat janë të vështira. Mos u dorëzoni, sepse nëse e bëni, do të vijë një kohë që do të pendoheni dhe herën tjetër që do të përballeni me këto gjëra, do ta keni shumë herë më të vështirë për të qëndruar në rrugën e duhur." Kjo është forca e qëndrueshmërisë, prandaj më lejoni që për një çast ju flas për formulën e saj. Ne kemi nevojë për sprova për të formsuar karakterin. Ashtu si atletët ka nevojë për rezistencë për të tonifikuar muskujt. Kur Perëndia punon në ne, ai nuk do të na lërë në zonën e rehatisë, ku muskujt tanë shpirtëror do të dobësoheshin për shkak të mungesës përdorimit. Ai na ekspozon ndaj gjërave që e forcojnë besimin ton. Ai na ekspozon ndaj gjërave që i përulin zemrat tona. Ai na ekspozon ndaj gjërave që e përpunojnë karakterin ton. Për këtë arsye Pali e nxit Timoteun kështu: "Ndiq drejtësinë, perëndishmërinë, besimin, dashurinë, zemërgjerësinë dhe zemërbutësinë." Pra si ta ndjekim qëndrueshmërinë? Që nga ky çast e tutje, si mund ta bëjmë këtë? Ne e dim se çfarë është qëndrueshmëria. Të qëndrosh në rrugën e duhur kurdo që të heqësh dorë, të qëndrosh i fortë kur gjërat vështirësohen, të mos dorëzohesh kur ndihesh se duhet të heqësh dorë. Si mund t'ja mësojmë vetes këto mësime? Si mund të bëhemi njerëz që kanë më shumë qëndrueshmëri? Më lejoni t'ju tregoj disa gjëra praktike që mendoj se do t'i shtonin pak shpresë dhe ndihmë jetës tonë sot. Së pari, bëni një vlerësim të problemit tuaj. Mësoni të bëni një vlerësim të problemit tuaj. Biblia na thot se problemet tona sot duhet t'i shohim në dritën e përjetësisë. Dëgjoni se çfarë na mësonte 2 Korintasve 4. Na thot: "Prandaj nuk na lëshon zemra, por edhe pse njeriu ynë i jashtëm shkon në shkatrim, ai i brendshëm për të rihet nga dita në ditë, sepse trishtimi ynë i lehtë, ai i quan problemet tona trishtim të lehtë, që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pamas e të pashoqe të amshueshme lavdije." Kur ne vlerësojmë rezultatin përkundrejt çmimit të qëndrueshmërisë, ajo jo vetëm që bëhet reagimi ynë i parë, por bëhet edhe më thjesht për ne. Ne e kuptojmë se tani po kaloj disa gjëra të vështira, por kjo s'është asgjë në krahasim me atë që Perëndia ka në plan për mua. Kjo nuk është asgjë. Kjo nuk është asgjë. Bëni një vlerësim të problemit tuaj dhe përkushtojuni ditës së sotme. Në këtë këndvështrim puna juaj është që të hidhni njërin këmbë pas tjetrës. Bëni nga një hap pas tjetrit. Me fjalë të tjera, nuk mund të keni progres nëse nuk ecni përpara hap pas hapi. Por çdo hap që hidhni është një hap drejt fitores përfundimtare. Nuk keni pse ta mposhni të gjithë problemin me një herë apo ta përmbushni punën e jetës në një ditë. Plani i Perëndisë ndërtohet hap pas hapi dhe ne duhet ta marrim jetën ditë pas dite. Kërkojini Perëndisë që t'ju jap hir për ditën e sotme.
Në mëngjes i thoni atij se nuk jeni të sigurt nëse do t'ia dilni dot deri në fund, por do t'i besoni atij. Dhe mos mendoni se çfarë ka ndodhur dje dhe mos nxitoni për të shkuar drejt së nesërmes. Mësoni të jetoni duke e ndarë jetën në ditë. Në këtë mënyrë funksionon më mirë qëndrueshmëria, nëse i marrim ditët njëra pas tjetrës. Përkushtoi ju në ditës së sotme. Rrethojeni veten me njerëz inkurajues. Si të krishterë ne kemi nevojë për njëri tjetrin dhe Perëndia në mënyrë të mrekullueshme ka siguruar për ne familjen tonë dhe pastaj një familje më të madhe që është trupi i Krishtit. Por më lejoni t'ju paralajmëroj se kur t'jeni duke kaluar periudha kur ju nevojitet qëndrueshmëri, mund t'ju duhet të përzgjidhni disa nga miqtë tuaj. Ka njerëz që vërtet nuk dinë si të përçojnë një mesazh pozitiv. E keni vënë re këtë? Nuk dinë ta bëjnë këtë, nuk kanë mësuar si ta bëjnë. Edhe kur përpiqen të përçojnë ndonjë mesazh pozitiv, në fund përfundojnë duke e katranosur. E keni vënë re këtë? Kur kaloni vështirësi dhe keni nevojë për qëndrueshmëri, zgjidhni njerëz që mund t'ju ndihmojnë. Dhe e dini se çfarë njerëzit që vërtet ju duan, janë duke kërkuar mënyra për t'ju inkurajuar dhe për t'ju forcuar kur jeni duke kaluar vështirësi. Ja dhe e katërta. Mësoni se kur duhet të pushoni. Mësoni se kur duhet të pushoni. Jezusi është një shembull i mirë për këtë. Ai mori kohë për të çlodhur gjatë misionit të tij në tokë. Studiojeni jetën e tij. Pasi kishte krijuar botën, ai pushoi në ditën e 7. Pushimi është një nga urdhërimet e tij. Dinit këtë 6 ditë do të bësh punën tënde, por ditën e 7 do të pushosh. Pushim nuk është mungesë qëndrueshmërie. Pushim do të thotë të qëndrosh për të bërë një vlerësim, të riorganizohesh dhe të rigrupohesh. Kjo ndalon të stërmenduarit dhe ju lejon që të ripërqendroheni dhe të shihni problemin nga një këndvështrim tjetër. Më pëlqen ajo që Davidi thotë në Psalmi 3. Na thot, unë rash e fjeta, pastaj u zgjova sepse Zoti më përkra. Unë do të kem frikë nga mizëri njerëzish që kanë fushuar rreth e qark kundër meje. Pavarësisht armiqve që po e sulmonin, Davidi pushoi i pafriksuar, duke ditur që Perëndia ishte forca dhe mbrojtja e tij. Ja se cila është e pesta. Lëvroni pozitivitet përgjatë rrugtimit. Jezusi ka thënë: "Në botë do të keni mundime, por merrni zemër. Unë e munda botën." Dhe si besimtar, ne duhet të jemi njerëz me pozitivitet. Ndonjëherë do të jemi edhe negativ, sepse negativiteti është pjesë e jetës. Por më dëgjoni pak, nuk duhet të përpiqemi të jemi negativ. Kjo na vjen natyrshëm. Por ndonjëherë na duhet që të punojmë fort për të qenë pozitiv. A nuk është e vërtetë kjo? Mendja jonë është ndërtuar e tillë që kur ndodh diçka jemi më të prirur për të patur qëndrime negative, por duhet të kthehemi në të kundërtën dhe të themi, nëse besojmë se Perëndia është i mirë dhe besojmë këtë, Perëndia ka rezervuar diçka të mirë për ne, nëse shohim me kujdes. Tani më lejoni të shtoj edhe diçka tjetër. Refuzoni të dorëzoheni. Kjo është qëndrueshmëria, mos u dorëzoni. Po sikur motivi i jetës tuaj të ishte, s'ka rëndësi se ç'ndodh, unë nuk do të dorëzohem. Në librin e Hebrejve e gjejmë herë pas here një shprehje të shkurtër. Ajo është le të vazhdojmë. Le të vazhdojmë, le të bëjmë përpara, le të vazhdojmë të bëjmë atë për cilën Perëndia na ka thirrur. Dhe nëse bëjmë këtë, ne do të këmbngulim. Zonja dhe zotrinj, një nga gjërat më frymëzuese që mund bëjmë është të mësojmë se si të jemi këmbngulës. Të mësojmë të qëndrojmë në rrugën e duhur dhe të themi pavarësisht se çfarë ndodh, unë nuk do të dorëzohem. Nëse në kulturën tonë do të kishim më shumë njerëz këmbngulës për gjërat që janë të mira, të perëndishme dhe të drejta, mund ta kthenim botën përmbys. Por mua më duket sikur kur disa njerëz i përvetsojnë njohuritë e duhura, kur mësojnë se çfarë duhet të bëjnë kur janë gati për të sjell një ndryshim, ata heqin dorë. Nuk ka asnjë vend në Bibël ku thuhet se kur je 62 vjeç duhet dalësh në pension. Kjo nuk është në Bibël. Dhe ja problemi, kur mbushni 62 vjeç, keni mësuar shumicën e gjërave që duhet mësoni për të qenë të suksesshëm. Prandaj pse duhet ishni dorë atëre? Unë e di që shpesh herë me shoqja e ka të vështirë ta dëgjoj këtë, por do t'ju them diçka, ajo është një mbështetje dhe bekim i madh për mua. Ne jemi shumë të bekuar që mund të bëjmë atë që na pëlqen të bëjmë. Dini, Bibla thotë se vetëm 2 gjëra janë të përjetshme. I pari është shpirti i një burri ose një gruaje dhe tjetra është fjala e Perëndisë. Dhe çdo ditë e jetës time ka mundësi të çohem në mëngjes dhe të përqendrohem te 2 gjërat e vetme që do të jenë të përjetshme, te fjala e Perëndisë dhe te njerëzit e Perëndisë. Dhe sa bekim që janë këto për mua. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim ta kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do të doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj
dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Gjeremaja. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.